Të dashur teleshikues, ju përshëndes. Po fillojmë lajmet në televizionin 4+. Metropol Center, qendra tregtare multifunksionale, feston 10 vjetorin më 11 korrik. Do festohet një rrugtim me suksese, vështirësi dhe rifillim, me koncert festiv dhe me shorteun e madh me shumë dhurata. 10 vjetori Metropol Center po afrohet dhe rrugëtimi i tij gjatë këtyre viteve ka qenë me suksese, por edhe vështirësi. Metropol Center vazhdon të jetë qendra kryesore tregtare multifunksionale e pozicionuar në qendër të qytetit të Lushnjës. Bizneset që janë pjesë e qendrës Metropol tregojnë eksperiencat e tyre si dhe momentin e vështirë kur u përballen me zjarrin që u shkaktoi dëme të konsiderueshme ekonomike, por me rikonstruktimin e Metropol ata u rikthyen përsëri me bizneset e tyre. Që kur jeni bërë pjesë e kësaj qendre tregtare? Ne jemi bërë pjesë e kësaj qendre tregtare që momentet e para që kjo është hapur. Si ka ndryshuar biznesi juaj që kur jeni bërë pjesë e kësaj qendre? Gjërat kanë vajtur për mirë, për mbar, jemi shumë herë më mirë se në momentet e para 10 viteve në evolim të bizneseve tona, por te efekteve negative të themi që shterimi i popullsisë. Çfarë kujtoni nga dita parë e hapjes suaj? Kishte një preferencë të gjithë komunitetit të rrethit Lushnjës dhe zonave përreth, dhe nga i momentet dhe sot klientët kanë qenë korrekt dhe ne ndaj tyre që i kemi ofruar çmime dhe cilësinë e duhur. Cilat janë sfidat më të mëdha që keni kaluar si biznes brenda qendrës dhe si keni kapërcyer ato? Përkujtimi më i keq është 25 dhjetori i 2023-shit, i cili qendra psoi një dëmtim. Por, falë Zotit, u patëm dëme në njerëz dhe me bashkëpunim me stafin drejtues të qendrës, e rihapëm edhe vum prapë në eficiencë. Një fjalë të vetme, si do ta përshkruani këtë përvojë 10 vjeçare në qendrën tregtare? Arsyeja janë më të shumta, por shpreha e urtë popullore thotë guri i rënd vend vet. Unë i bëj thirrje gjithë brezit të ri të shikojnë, ndërtojnë jetën e tyre në vendin e tyre. Që kur jeni bërë pjesë e kësaj qendre tregtare? Unë jam Bardha. Jam bërë pjesë e kësaj qendre tregtare që ditën e parë që është hapur. Si ka ndryshuar biznesi juaj që kur jeni bërë pjesë e kësaj qendre? Biznesi ka ndryshuar gradualisht. Duke filluar që ditën e parë, ne kishim sukses në biznesin tonë. Pastaj duke punuar shumë edhe duke u përkushtuar punës me zgjedhjet tona, filluam ta ngrenim biznesin në një mënyrë që të na respektonin dhe qytetet e tjera të Shqipërisë. Çfarë kujtoni nga dita parë e hapjes? Dita parë e hapjes ishte një ditë shumë e bukur për ne, për qendrën, për qytetin. Cili ka qenë momenti më i bukur që keni përjetuar gjatë këtyre viteve? Momentet të bukura kam pasur plot. Momenti më i bukur kam qenë kur klientët kanë dalë shumë të kënaqur, kanë ikur me përshtypjet më të mira, më kanë falendëruar dhe kjo është më e mira se çdo gjë që mund t'i ndodhi një tregtari. Cilat janë sfidat më të mëdha që keni kaluar si biznes brenda qendrës dhe si keni kaluar ato? Sfidat kanë qenë shumë të mëdha. Ka pasur uljet dhe ngritjet e veta. Po kemi qenë të Zotit që i kemi përballuar dhe do të përballojmë me shumë dashuri dhe me shumë përkushtim. Si do e përshkruani me një fjalë të vetme eksperiencën tuaj 10 vjeçare në këtë qendër? Ka qenë një rrugtim shumë i bukur. Ditëlindja e Metropol Center dhe hipermarket me 11 korrik është edhe fest për klientët dhe qytetarët tek sheshi para bashkisë, me të ftuar special Mariola dhe Jurgen Kacani dhe me hedhjen e shorteut të madh që vjen me super çmime, përfshirë 2 Nissan, udhëtime, dhurata dhe shumë surpriza. Metropol Center është qendra tregtare që kujdeset për klientët e saj. Zamir Meta, 36 vjeçari që dyshohet se abuzoi me vajzën e tij të mitur, ka marrë masën e sigurisë arrest me burg nga gjykata e Fierit. Ndaj tij rëndon akuza për marrëdhënie seksuale me të mitur. Sot rreth orës 10, Zamir Meta, 36 vjeçari i cili dyshohet se ka abuzuar seksualisht me vajzën e tij të mitur vetëm 12 vjeçe, u paraqit në ambientet e gjykatës së Fierit, para trupit gjykues të përbërë nga prokuror Genci Mane, gjyqtari Nertil Dushku, me kokën ulur. Seanca përfundoi me masën e sigurisë arrest me burg për Metën nga gjykata e Fierit. Sipas ekspertizës mjeko-ligjore, abuzimi ndaj të miturës është kryer disa herë, gjë që bie në kundërshtim me pohimet e para të tij në praninë të oficerëve të policisë gjyqësore, ku pranoi kryerjen e aktit, por që ka ndodhur vetëm një herë. Në seancën e sotme ai nuk ka folur, por ka tundur kokën në shenjë pohimi kur u pyet për akuzat. Ndaj 36 vjeçarit rëndon akuza për marrëdhënie seksuale me të mitur, vepër që dënohet rënd nga Kodi Penal. Hetimet për zbardhjen e plotë ngjarjes vijojnë
Ndërkohë në prononcimin e saj për mediat, nëna e të miturës ka pohuar se abuzimi ka qenë sistematik, ndërsa ka kërkuar dënimin maksimal për bashkëshortin e saj. Ajo ka pohuar gjithashtu se nuk ka qenë në dieni më herët dhe gjithçka e ka mësuar pas denoncimit të vajzës në polici. Vajza është strehuar në një qendër rehabilitimi në Tiranë. Amanda Dedej është karateistja 14 vjeçare lushnjare që fitoi medaljen e artë në Ligën Botërore të Karates për të rinj në Kroaci, në peshën 52 kg. Amanda u ndesh në finale me serben Neda Maričević duke fituar 4-0. Ekipi kombëtar i të rinjve në karate ka marrë pjesë në Ligën Botërore të Karates për të rinj që u mbajt në Kroaci në datat 26 deri 29 qershor. 4 sportistë kishte në përbërjen e tij ekipi kombëtar i moshave 10 deri 21 vjeç, 3 nga ekipi i Tiranës dhe 1 nga ekipi Bite Shqipes në Lushnjë. Në këtë botëror merrnin pjesë 4.000 sportistë nga 78 vende të botës. Karateistja 14 vjeçare e ekipit Bite Shqipes Lushnjë, Amanda Dedej, është kthyer me medalje ari nga ky botëror. Në peshën 52 kg, karateistja u ndesh me 6 kundërshtare. Në finale poshti serben Neda Maričević duke fituar 4-0. Trajneri i ekipit kombëtar të karates, zoti Lirim Dedej, ndër të tjera u shpreh se ekipi kombëtar i Shqipërisë, pas shumë arritjeve të tjera në Ballkaniada Evropian, së fundmi ka sjellë në shtëpi medaljen e arit nga botërori i Kroacisë. Në këtë event morën pjesë 4.000 sportistë nga 78 vende të botës. Gjithashtu dhe Shqipëria që pjesëmarrëse me 4 sportistë, 3 sportistë nga ekipi i Tiranës dhe 1 Bite Shqipes Lushnjë, që e përfaqësoi Amanda Dedej, sportista jon ku dhe triumfoi në kategorinë U14 vjeçe minus 52 kg, që fitoi medalje ari, mbas 6 ndeshjeve dominuese fituara nga Amanda. Si ishte ky kampionat botëror Lirim? Ndryshe nga tjerë, po ishte çfarë prisnit ju të merrit nga Amanda? Atëherë ne kemi vite që punojmë për këto arritje dhe kjo medalje nuk erdhi rastësisht, erdhi dal nga viti në vit, nga suksesi në sukses dhe ishte një arritje mbas një pune intensive profesionale shumë vjeçare. Fituesja e medaljes së artë në këtë ligë, Amanda Dedej, është 14 vjeç dhe ka arritur gjithçka dhe tani synimi i saj është medalja e artë olimpike. Është një emocion, gjithashtu dhe kënaqësi, është gëzim që vetëm sporti i doron. Atëherë, vetëm 14 vjeç dhe kanë arritur majë. Synimet tuaja cilat janë, Amanda? Synimi im është të marr medaljen e artë në lojrat olimpike. Po për të ardhur deri këtu te kjo medalje e artë që keni marrë në kampionatin botëror të Kroacisë, si ishte? Kishte konkurrent fort? Kishte konkurrencë, pasi ishte dhe botëror ku marrin pjesë vetëm më të mirët dhe po thjesht do punë që ta arrish, domethënë. Në ndeshjet tuaja si dolët, si ishin? Kisha gjithsej 6 ndeshje, ndeshjen e parë me Ukrainën, të cilën e munda 6-0, ndeshjen e dytë me Hungarinë që e munda 4-0, ndeshjen e tretë Suedi që e munda 6-1, ndeshjen e katërt Itali 1-0, ndeshjen e pestë Bullgari 1-0 dhe ndeshjen e gjashtë e kisha me Serbinë, e cila ishte dhe finalja, të cilën e munda 4-0. Agjencia e mbikëqyrjes policore prezanton për qytetarët agjencinë digjitale, ku qytetarët do të raportojnë shkeljet e dyshuara nga punonjësit e shtetit. Agjencia e mbikëqyrjes policore ka prezantuar aplikacionin Agjencia Digjitale, që tashmë është aktiv në të 2 sistemet kryesore të telefonave celular dhe mund të shkarkohet nga çdo qytetar i interesuar. Në prezantimin e aplikacionit mori pjesë drejtori i përgjithshëm i AMP-s Florian Sulejmani dhe ministri i Brendshëm Ervin Hoxha. Ky aplikacion vjen në përputhje të plotë me prioritetet e qeverisë shqiptare për digitalizimin e shërbimeve publike, si dhe në funksion të misionit tonë për të garantuar një mbikëqyrje efektive dhe të pavarur, duke trajtuar në mënyrë të shpejtë, pa anshme dhe profesionale çdo denoncim apo shqetësim të ngritur nga qytetarët. Ministri i Brendshëm Ervin Hoxha u shpreh se Agjencia Digjitale u ofron qytetarëve një mjetëri të drejtpërdrejtë dhe të thjeshtë për të raportuar çdo shkelje apo abuzim nga punonjës të Policisë së Shtetit, Gardës së Republikës dhe Shërbimit Zjarfikës, 3 autoritetet që monitorohen nga kjo agjenci. Në një shoqëri demokratike dhe të drejtë, siguria nuk mund të ndërtohet pa besimin qytetar. Nga ana tjetër, të gjithë jemi të vetëdijshëm se besimi nuk fitohet me fjalë, por me vepra konkrete. Sot jemi këtu për të ndarë me ju një hap të rëndësishëm për forcimin e marrëdhënies mes qytetarit dhe institucioneve të rendit dhe sigurisë publike.
Një hap që vjen jo vetëm si përgjigje ndaj nevojës dhe transparencës, por si një pjesë e vizionit qartë për një shërbim më të përgjegjshëm dhe pranë qytetarit. Agjencia Digjitale është i disponueshëm falas për të gjithë, si në sistemin iOS, ashtu edhe në Android, dhe mund të shkarkohet e përdoret nga çdo qytetar në çdo kohë dhe në çdo vend. AMP thot se ai garanton anonimatin e qytetarëve që raportojnë shkeljet të dyshuara nga punojësit e shtetit. Protestat e studentëve me bllokim rrugëve vazhdojnë në Serbi. Presidenti Vučić nxjerr ushtri në rrugë kundër studentëve. Protestat e studentëve, të cilëve ju janë bashkuar dhe qytetarët, vazhdojnë në Serbi me bllokim të rrugëve. Protestuesit kërkojnë mbajtjen e zgjedhjeve të jashtëzakonshme, lirimin e studentëve të arrestuar dhe heqjen e kampit me çadra, që zyrtarët e Partisë Përparimtare Serbe kanë ngritur mes ndërtesës së presidencës dhe asaj të kuvendit në Beograd. Ministria e Punëve të Brendshme e Serbisë njoftoi se natën mes 1 dhe 2 korrikut janë ndaluar 72 persona nga protestat, si dhe është kontrolluar identiteti 976 pjesëmarrësve. Presidenti Aleksandar Vučić ka paralajmëruar protestuesit se nuk do të lejojë bllokimin apo ndalimin e funksionimit të asnjë objekti jetik. Vučić, sipas mediave serbe, ka kërcënuar protestuesit se do t'i arrestojë të gjithë. Nuk do të lejojmë që të ndalet asnjë nga objektet jetike. Që të bllokoni Kostolacin, aeroportin, Gazelën nuk do të ndodhë më kurrë. Të gjithë do të arrestoheni, të gjithë. Mjaft më me këtë lloj keq trajtimi, shkruajnë mediat serbe. Presidenti serb zbriti ushtrinë në sheshe mbrëmjen e së martës, ku në mbar Serbinë ja regjistruar një numër i madh incidentesh për shkak të natës së tretë të bllokadës. Qytetarët dhe studentët nuk heqin dorë nga përmbushja e kërkesave të tyre. Në Beograd të shtunën u mbajt një protestë e madhe studentëve dhe qytetarëve me moton "Shihemi në Vidovdan". Pas përfundimit të protestës, ka patur përplasje ku policia ka rrahur qytetarët. Të dielën ka patur arrestime me urdhër të Prokurorisë së Lartë Publike në Beograd në një aksion të përbashkët me pjesëtarët e Ministrisë së Punëve të Brendshme të Serbisë dhe Agjencisë për Sigurim dhe Informim. Këto ishin lajmet tona për sot. Lajmet i gjeni edhe në internet në websajtin 4plusmedia.tv. Bashkë mirupafshim.